Gjykata e Lezhës dënoi me burgim të përjetshëm portugezin Ruben Saraiva për vrasjen e biznesmenit Ardian Nikulaj në muajin prill të vitit 2023 në Shëngjin. 32 vjeçari u gjet fajtor për veprat penale, vrasje me paramendim e kryer për interes, si dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe municionit. Vendimi u dha nën masa të repta sigurie nga trupa gjykuese, e kryesuar nga gjyqtari Lirim Bulica, ndërsa i pranishëm në sallë ishte dhe vetë portugezi Saraiva, si dhe familjarët e afërm të viktimës Ardian Nikulaj. Pas dënimit me burgim të përjetshëm, avokati i portugezit Kujtim Cakrani u shpreh se gjykata dënoi një qytetar të pafajshëm, duke paralajmëruar ndjekjen e kësaj çështje në shkallë të tjera gjykimi. Ne mendojmë se gjykata e Lezhës sot ka dënuar një të pafajshëm, sepse në të gjithë impiantin akuzator nuk gjendet as prove vetme, qoftë kjo biologjike, shkencore kështu me radhë, po dhe me dëshmitar po dëshëtju që të implikoj në vrasje shtetasin Ruben Saraiva, portugez Ruben Saraiva. Ne do të apelojmë këtë vendim. Unë nuk prisja ndryshe nga kjo gjykatë, sepse kjo çështje është reklamuar dhe është bërë një gjyq popullor që në momentin e arrestimit të tij dhe ekstradimit, dhe kështu ka vazhduar i gjithë procesi hetimor dhe procesi gjyqësor. Ne mendojmë dhe shpresojmë që gjykata e apelit do të ketë një vendimarrje ndryshe, padyshim që ne jemi në të drejtën tonë kushtetuese ligjore që ta apelojmë atë, do të apelojmë dhe do të shikojmë dhe shkeljet procedurale që janë të shumta. Portugezi Ruben Saraiva është i vetmi person i dënuar tashmë nga gjykata për vrasjen e biznesmenit Ardian Nikulaj, pasi 4 britanikët e tjerë dhe shqiptari Edmond Haxhia, të akuzuar si bashkëpunëtor, ende nuk janë ekstraduar nga Britania e Madhe. Vrasja e biznesmenit Ardian Nikulaj dyshohej si ishte vijimi një zinxhiri hakmarrjeje mes familjes së viktimës dhe fisit Lex Takaj, konflikti nisur në vitin 1997 që ka shkaktuar disa viktima ndër vite mes dy fisëve.